Producentja e Big Brother VIP Kosova 3, Olsa Muhameti, ka hedhur dritë mbi fatin e ish banorit Gjes. Nelin, në një intervistë në natën me Aulonën, ajo shprehu mendimet e saj se Gjestin nuk e pret fitore në këtë edicion të BBV për disa arsye të qarta. Olsa theksoi se Gjestin e ndihmon njohja e tij me publikun dhe ndjekësit e tij, por ajo beson se bazën e tij të fansave e përbëjnë kryesisht adoleshentët, të cilët nuk janë të mjaftueshëm për ta mbështetur atë si fitues. Tapet i ka rënë një gjysmë bombe në dorë. Nëse do isha unë në produksion dhe do më kishte rënë Gjesti kështu, unë do e nxirrja Gjestin me do e mos fitues, sepse unë kam publikun e Kosovës, tha ajo. Nelin, mirë po, ajo vazhdoi duke elaboruar se Gjestin e ndihmon një fanbazë e ngushtë, e cila nuk është domosdoshmërisht e fortë. Unë e njoh shumë mirë Gjestin, por ai nuk ka vota. Mund të ketë një bazë fansash adoleshentësh, por edhe ata nuk janë agresiv, theksoi Muhameti. Nelin, përveç kësaj, Olsa bëri të ditur se produksioni ndjek me kujdes votimet dhe mesazhet që vijnë nga publiku, duke treguar se ka një sistem të mirë organizuar për të mbledhur informacionin e nevojshëm. Kjo është logjika që ndjek produksioni, por jam e bindur që edhe produksioni i Shqipërisë ndjek mesazhet, votimin, tha ajo. Një tjetër aspekt i diskutimit të saj ka qenë ndikimi i kompanisë MMM në vendimmarrjet e Big Brother në Kosovë dhe Shqipëri. Big U i Kosovës dhe Shqipërisë nuk mund të bëjë gjëra sipas kokës së tij, por mund të lëviz vetëm gjëra shumë të vogla, theksoi ajo. Nelin, gjatë bisedës, Olsa gjithashtu u ndal në ndikimin e medjeve sociale në këto lojra të famshme televizive, duke theksuar se ndjekja e rregullt të statistikave dhe reagimeve nga publiku është thelbësore për të siguruar një lojë të ndershme dhe transparente. Nelin, pavarësisht faktit se Gjesti ka pasur momente të veçanta në shtëpinë e BBV, duket se ai nuk ka arritur të akumulojë mbështetje të mjaftueshme për të synuar fitore. Nelin, në përgjithësi, Olsa Muhameti ofron një perspektivë interesante mbi qëndrim me Gjestin në Big Brother VIP, duke e vlerësuar si një njeri me potencial, por që fatkeqësisht nuk është në gjendje të shfrytëzojë mundësitë për të fituar zemrat